Edhe në fshatin Zhurë është duke u zhvilluar procesi i votimit dhe nuk është shënuar asnjë paregullsi. Deri në ora 15 në fshatin Zhurë kanë dalur 1200 votues për të votuar të preferuarin e tyre. Sipas drejtoreshës së shkollës dëshmorët e Zhurit, Nadia Jazaj, e cila theksoi se asnjë incident nuk është paraqitur, ku gjithashtu shpreh se pjesëmarrja e qytetarëve ka qenë e vogël. Njëri nga banorët e Zhurit, Pedri Susuri, i cili përfundoi procesin e votimit, u shpreh se në këtë zgjedhje le të fitojë më i miri. Gjendemi këtu në fshatin Zhurë, njëri nga vendbanimet më të mëdha për nga numri i banorëve në komunën e Prizrenit. Kemi ardhur këtu për të parë procesin e votimit dhe për të sjellur informacione të drejtpërdrejta. Jemi duke afruar drejt qendrës së votimit 2042 në ambientët e shkollës fillore dëshmorët e Zhurit, ku të drejt vote kanë gjithsej 5858 qytetarë. I votimit ka filluar në orët e para të mëngjesit dhe është zhvilluar në përgjithësi në mënyrë të qetë dhe të rregullt. Qendrat e votimit janë hapur sipas orarit zyrtar, ndërsa pjesëmarrja e votuesve ka qenë e qëndrueshme deri në këtë fazë të ditës. Komisionet zgjedhore janë të pranishëm në të gjitha qendrat e votimit dhe ata po ndjekin me dëshirë, domethënë procedurën ligjore për interpretimin e votuesve. Ndërsa sipas dhënies paraprake, pjesëmarrja në votime ka qenë e vogël, ndërsa pritet që fluksi të rritet në orët e pasdites. Sipas të dhënave paraprake, deri tash pra nuk kemi pas ndonjë incident që e cenon, domethënë ndonjë incident që e cenon integritetin e procesit. Deri më tani sa kanë votuar? Deri më tani, deri në orën 3 kanë marrë pjesë 1200 votues. Po ne si qytetarë kemi obligim, duhet me votu, duhet me dalë zgjedhje. Unë mendoj të bëhet mirë përgjithësi.